Në kontinentin ton kemi një sfidë që nuk e kemi parë për disa 10 vjeçar, që është kjo luftë e vështirë dhe e fortë në Ukrainë. Kjo nuk është thjesht një luftë kundër këtij vendi, sepse po të ishte vetëm kaq, sigurisht do të ishte mjaftueshmërisht kritike dhe e tmerrshme, por kjo është një gjë e cila është e drejtuar ndaj të gjithë rendit dhe të gjithë Europës. Ne jemi të vendosur, të katërt dhe të gjithë ju që ne duhet të vazhdojmë të japim mbështetje të fortë nga aspekti politik, ekonomik, financiar, ushtarak Ukrainës, këtij vendi që gjendet në këtë vështirësi të tmerrshme dhe përpjekjet tona kanë treguar një sukses shumë të vogël diplomatik. Edhe duhet të jemi shumë të qartë për mbështetjen tonë ushtarake për Ukrainën. Nuk duhet të ketë pikë dyshimi që ne jemi tërësisht të angazhuar dhe të gatshëm të japim mbështetjen tonë të plotë. Që edhe ne duhet të bëjmë çdo përpjekje të mundshme që amerikanët i kemi në anën tonë. Nuk mund të zëvendësojmë kurrësi amerikanët dhe ato që ata bëjnë për ne në Europë, në kontinentin ton, për paqen ton, për lirinë ton.